koncerti Top 5, një nga më të shtrenjtit. Nga më qeni matë që kur isha 6 vjeç dhe isha i matë para se të fusja në burg dhe thjesht dola me i fort. Po më duket që je i informuar që kemi pas shumë njerëz sot. Nuk jam i informuar, po ka 2 ditë që është sold out, edhe nuk gjedo tavolinë. Nuk se do tavolinë. Nuk është se është me informacion. Unë po të kallëzoj që sonte kime koll. Ka shumë njerëz që po të presin. Edhe unë mezi po pres. E di që do kem emocione, do mundohem ta përballoj. Dhe është hera parë që këndoj në Kosovë dhe duke qenë se janë kritik për artin dhe duqet më vlerësojnë dhe muzikën, dhe interpretimin, dhe skenografin. Kështu që kam këtë presion që duhet t'jem sa më detajist. Dhe besoj se do t'ja dalë, si që ja dalë gjithmonë. Urime për singlin e ri, 44 Blinda, është një sound krejt tjetër në krahasim me kualitetin e këngëve tjera që ka kanë pas. Çka pritet me ardhur prej këngëve tjera dhe këngëve të reja të Klevjes tash? Tani unë kam bërë një plan biznesi, po e quajmë, me konsulentat e mi dhe kjo është nu era. Domethënë Klevjo mas kësaj dalje nga burgu. Pretendoj që deri në fund vitit kem diku te 15 deri 25 muzika. Okej. Dhe do shtohet repertori, duke u shtu repertori, ato të vjetrat avash do zhduket. Kështu që kam shumë projekte, kam bashkëpunime dhe do t'i shohim në të ardhmen. So e përket bashkëpunive, na ka rënë po edhe me dëgju pak sot ekskluzivisht të dëgjum edhe këngën më të re me Lyricallin edhe me MC Creation. So je i hapur për bashkëpunime tash që po vjen kjo new era. Edhe qysh po ta merr me që cilët kanë me qenë ata artista që kishe pasur me bashkëpunu ose që duken ty interesant kur ti ngon. Unë jam në një stad karrierës time, po themi, kjo karriera ime kaq e shkurtër, kaq e shpejt, edhe jam në një stad që unë zgjedh. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që unë e konsideroj veten maja piramidës. Dhe kur të bashkëpunoj, do bashkëpunoj me të njëjtin nivel, që do të thotë me majat e piramidave tjera. Dhe maja piramidës për mua është Kresha Lyricalli, është Don Gjoni, është Dafina, është Getoari, është Unikatil. Nuk di këtë them tjetër, se nuk janë ky niveli këtyre artistëve, po mund t'jenë ca shkallë më poshtë. Dhe këta emra që të përmenda, do t'i shkoj me një ofertë në tavolinë. Okej. Dhe ta shikojmë çfarë do ndodhi. Unë kam bërë shumë gabime përsa i përket muzikave të mia, që do të thotë, unë shumë muzika i kam marrë nga bita YouTube-i. Po. I kam gjën YouTube muzikën dhe më ka inspiru, më ka frymëzu dhe kam shkruajt. Dhe kur kam shkruajt, nuk kam shkruajt që këtë muzikë të përfitoj. Po. E ke bërë për qef? E kam bërë për qef, për pasion dhe këto kanë ngel gjitha në internet. Dhe kur kam shku në studio, thjesht e kam bërë rekord pa master dhe i kam hedhë gjitha në YouTube. Dhe njerëz të tjerë që i hedhin një nga një. Kështu që është shumë punë e vështirë për mua. Kthehem prap mrapsh, kam pas kohë për t'u kthyr, për t'i rregulluar, për t'i masterizuar të gjitha, por e kam lënë atë goditjen e momentit, ashtu e kam ndier, ashtu e kam bërë, dhe po fillova të merrem me të vjetrat, thjesht nuk do eci para. E vërtet. Definitivisht, edhe energjia vret edhe te këngët që janë bu në momentin më furious kur je kuan, atë çat energjinë më të madhe që ke pas. Po vazhdoj t'i lej ashtu siç janë për t'treguar që unë ky jam. Nuk kam punu me ato detajet maksimum, apo për të qenë i kurur maksimum. Ashtu më ka ardhur, ashtu e kam bërë dhe ky jam unë. Kështu që
nuk kam për të kthy mbrapsht te muzika. Që ta mërmenja në ashta prej artistave të ri, a të pëlqen dikur që duket interesant që ke pa edhe në Kosovë edhe në Shqipëni që kishe dashur me bu një këngë me to ose me bashkëpunu me ta? Po, dije, kam dejt me Bokin, që e njihni ju me emrin e Përkëdhelis. Dhe për mu, për i flisja dhe dije dhe më tha për një moment faleminderit që më vlerësove. Thash s'ke pse më thu faleminderit, nuk po ginjaj. As si gjë s'po them të vërtetën, që ti je më i miri, është 25 vjeç, ka një karrierë që e presin dhe 20 vite tjera, për kaq kohë sa kanë treg, ka arrit majat e piramidave dhe ka ul repera që mund të kenë nga 20 e 30 vjet në muzikë. Nuk them ka ul, po ka bërë më shumë hite se ata. Kështu që për mu e ardhmja është Don John. Dhe e kam shok dhe mik. Nuk pres të bëj bashkëpunim këtë muj, as mujin tjetër, po mas 2 vjetëve, mas 3 vjetëve, çrënd si ka. Kur vjen momenti. Po, si tjetë ai i suksesshëm, për mua është shumë mirë. Kështu që do cilësoja nga të rit, përveç Don Johnit asnjë tjetër. Po fillova që të shkruaj një album, do gaboj. Dhe kur të gaboj, dhe njerëzit nuk do më dunë, sepse ta që po bëjnë albume, kanë ca kontrata që ndoshta këto muzika ja shesin të hujve. Kurse unë, ta thash e kam bërë pasion dhe unë nuk bëj 5 muzika dhe ti nxjerr 5 për i herë. Unë sa e bëj e marrë e nxjerr në studio. Kështu që për mu nuk ka vlerë albumi, sepse unë heci me një ide që kur bëj një muzikë dhe fjalët që kam, është sa për një album të shumë reperave tjerë. Kështu që mu mjafton të nxjerr një muzikë dhe jo album. Qatë ka ro me ngu, nashta edhe kur i kur ma i ri, po edhe tash qatë bjen me ngu që me t'inspiru për me bu hip-hop tillë. Kur kam qenë i ri, kam qenë ekstremist ndaj unikatilit, që do të thotë nuk dëgjoja si muzikë tjetër. Kam qenë fanatik. Po ta dëgjoja Tingullin 3, thjesht duhet ta kaloja, ose ti thosha shokut hiqi apo një tjetër. Nuk kam dëgju përveç unikatil shqip. Normal që kam dëgju në diskoteke, shoku kur e ka los një muzikë shqip. Por unë që kem playlistën time në një reper shqiptar, jo. Kështu që jam rrit me unikatil. Dhe kur kam qenë në New York, nuk bëja muzikë sepse më përfaqësote Rebeli. Dhe kur më përfaqësote Rebeli isha shumë i kënaqur dhe shumë i lumtur se kur vite punat e repit që Geti është më i mirë, Kresha është më i mirë, apo dikush tjetër është më i mirë, unë thjesht me atë radikalizmin tim thoshja Rebeli. Dhe nuk ma mbushje dot mendjen. Dhe sot nuk ma mbush dot mendjen. Por kohët kanë ndryshuar dhe këta janë konsumuar aq shumë sa dhe fjalë nuk kanë çfarë të thonë më. Unë e shikoj te vetja kur shkruaj dhe njerëzit më thonë bien përsëritje. Po unë bien përsëritje, po nuk du që të shkruaj fjalë të tjerëve. Që ndoshta e kam dëgjuar diku edhe ta shkruaj unë. Kështu që si ka ndryshuar kohrat, duhet t'jesh pak më modern. Dhe unë po përpiqem me atë modestin time për të qenë pak më modern se këta 2 vjetrit, dhe pse jemi moshatar, lëvizim me 2-3 vite diferencë, jemi një brez, por kam mbajt një qëndrim që unë tregoj real, jetë reale, nuk tregoj aty në videoklip grabita bank, apo vrava, apo gjyta me kallash, se këto ne nuk i bëjmë jetë reale. Jetë reale po, mbaj thik me vete. Mund ta tregoj, s'ka si gjë. Mund ta tregoj edhe te videoklipi. Po nuk mund dal nga thik këtu, e të vete aty poshtë tani sikur po grabis bank. Vjet turp në vetja. Po. Dhe duke mos qenë kaq komercial, njerëzit e shikojnë këtë ndryshim. Dhe njerëzit e kuptojnë kur dikush po gënjente muzika, kur dikush po e bën të madhe pa qenë aq e madh. Jam mundu të jem sa më real dhe kështu do t'ja dal deri në fund. Kleve, si tekst që e ke shkrujt, për shembull për krejt katalogët që ka e ki, tu e di që krejt i këse të shumë vetë, cila kong të shten ashta me uni në qik siklet, me thonë kështu kur e dëgjën, shkaku sa reali e kallzu në qatë kong? Gjitha muzikat që i kam, i mbaj mend dhe momentet kur i kam shkru dhe momentet kur i kam rekord. Që do të thotë,
Paridi është një nga muzikat e mia më të bukura për publikun. Po. Për mu, kur e dëgjoj më jep ndjesi shumë të këqija, sepse kur ajo ka dalë dhe njerëzit e dëgjonin dhe u gëzonin, unë nuk u gëzoja. Isha mbur, kisha shumë probleme. Dhe njerëzit thoshin sa të bukur e ke bërë, shite, po e dëgjojnë gjithë Shqipëria jashtë, më jepnin komplimenta. Thjesht nuk e kuptoja. Kisha hallë tjera, nuk kisha hallë muzike. Dhe në shumë raste nuk e kam shiju muzikën. Dhe sot kur e vaj Paridin, unë nuk e dëgjoj kur jam vetëm në shtëpi Paridin, kur. Sepse më jep momente që kam kalu dhe s'du t'i kujtoj. Kur e këndoj në klub, më jep emocion, se është jeta ime. Por, kështu i ka muzikat që disa më kujtojnë momente pozitive, disa negative, disa jam prekur kur kam këndur dhe nuk kam asnjë muzikë siklet, por është vetëm kjo që thash që më kujto momente që s'du t'i kujtoj. Dhe thjesht e anashkaloj. Kam një muzikë Brooklyn 44 është shumë depresionuese. Nuk e dëgjoj atë, se momentin që e dëgjoj atë do mërzitem. Dhe mundohem ta shmang, kështu që nuk është se ka muzika të këqija dhe pse mund t'jenë, po për mu nuk janë, sepse kur kam shkruajt jam shumë detajist dhe nuk shkruaj hajtë se duhet ta plotësoj këtë ritëm, dhe t'i vej një fjalë sa për të kaluar radhën, jo. Kështu që për gjitha muzikat e mia jam krenar që nga fillimi deri sot ku jam. Për mu gjithmonë më e bukur është muzika e fundit që nxjerr. Dhe kështu do vazhdoj, do më pëlqej gjithmonë muzika e fundit. A jam u self-made, a është Rick Ross self-made? Njerëzve ju duket budallik kur unë flas që nuk ka si gjë Eminemi më shumë se mu, nuk ka si gjë Drake më shumë se mu, as Lil Wayne, as Rick Ross, as ku e di unë qa. A qa kanë më shumë? Po kanë $200 milion. I kanë 200 milion, këta kanë më shumë. Po për intelekt, për shkrim, ai shkruan anglisht, unë shkruaj shqip. Nëse ai ka fjalorin e pasur në anglisht, atje unë kam fjalorin shumë të pasur në shqip. Dhe jam i vetmi reper që njerëzit se kuptojnë sepse bëhet rapi. Ti nëse do futesh muzikë edhe do vish, ti duhet vish me diçka të re. Ti nuk mund të vish me fjalët që ti përdor, unë përdor, ky përdor dhe ti po i këndon. Ajo s'ka si gjë të re. Edhe pastaj me prit që mundesh me kalu të nivel. Se është i pari botës, sepse ka fut fjalë të anglishtes që njerëzit më para nuk i kanë përdor. Dhe ai ti fut në tekst. Dhe fëmija dhe njerëzit e tjerë mësojnë fjalë që ndoshta e ka dëgjuar nga një president, e ka dëgjuar nga një ministër, nuk janë fjalë rruge, janë fjalë të mëdha. Dhe unë flas me fjalë të mëdha në tekste. Flas me fjalë që ti ndoshta e ke dëgjuar kur ke qenë kalama nga një rritur, atë fjalë dhe se ke dëgjuar pas 10 vjetëve po e dëgjon nga mu. Dhe gjithmonë mundohem të vi me atë fjalorin tim, të vi me atë autenticitetin. Okej, tu je ti për mu. Autenticitet. Do me thënë, unë vi si ai gango që s'kam turp edhe pse shprehem gabim. Se normal, ikën nia, ikën oja, zanorja. Ndodh. Kuptimin ti e kuptove ç'a doja të thoja. Mesazhi u përçu. Po, ose nuk di diçka unë të pyes. Them nuk e di. Nuk di ta përdor telefonin, a ka mundësi të ma rregullosh? Do të them, jam ai që ashtu si është, ashtu e them, o vlla, nuk e di, nuk e di. A e di, e di. Kështu që thjesht qa los në jetën tim rol, los pasuria. Ti përmbledhin gjitha që sot po flasim kur je i suksesshëm, flitet në pasuri. Normal. Nuk flitet i suksesshëm se u veshe bukur apo se gjujte njerin apo se bëre burr. Dhe ndryshimi këtyre është se këta kanë lek, flas për botrorët. Dhe unë po përpiqem t'i bëj lekët. Dhe momentin kur t'i bëj, do shikoni se si di t'i prish, apo se sa kavalier jam, apo se sa gusto kam, kupton? Nuk e di se ti sot më pe për herë të parë fizikisht. Si duke mund ty në krahasim me këta gangot, reperat tjerë. Shumë mirë. Ha? Shumë mirë. Është vetë aura personale që e jep ti për shembull si një artist, jo vetëm te në këtë rast, por shumë artistë tjerë që e kanë autenticitetin që shpalem edhe për Kreshën, dhe Rikallin, për Rikatilin e për këta njerëz. Nuk ka nevojë ata me u duk shumë. Është vetë energjia që e japin e mush dhomën, e kupton? Dhe unë këtë po them. Unë tani ti po takohem me ty, ti po më shiko si dikuj i famshëm.
por në rrugë atje ai tjetri nuk më njeh. Thjesht kur më shikoj e kupton që unë jam dikushi në atë time. A se ç'a bëj ai ndoshta se di. Po unë tregoj ty që unë jam dikushi që po heci tani. Se ç'a dikushi jam atë e di unë. Por ty të tregoj që jam dikushi dhe gjithmonë mundohem që t'jem dikushi, jo mos t'jem askushi. Dhe mundohem dhe do jem i fort gjithmonë dhe asnjë gjë s'do më daloj për sa i përket vendive të mia që marru. Kur e du një gjë, do ta marr atë gjë. Unë jam i parë. Unë jam çdo ditë ja prova për shoqëri, për familjen, për njerëz që du. Dhe për ty që njofa sot, ti po e kupton se sa i lirë jam me ty dhe se sa rehat po ndihesh ti. A do me të mërzit, me një fjalë të mërzit direkt. A do me të nejtë si gango, a do me të nejtë këshu, si shërrin këta, kupto, serios, ti dhe unë këshu. Kupto, po jam sa më i thjesht se unë kam fjetë në tokë. Unë kam ngrënë bukë thatë. Unë s'kam ngrënë bukë fare, se s'kam pas. Unë kam ngrënë atë pjatën më të shtrenjtë. Unë kam los atje të kumari për një natë që këta mund t'i marrin për një vita, për 3 muja, ç'rëndsi si ka. Do me thënë, unë jam ai maja piramidës dhe ajo bota nën tokë, që i kam kalu të gjitha. Nuk mund t'hiqem ty unë sot se kam 2.000 euro në xhep apo 5.000 euro në xhep dhe të bëj ty unë si pasur dhe të shtire, si të shtiren këta. Treni gjyca u çek koma, një zastava sfer dhe banestike lato, një kajen Argentino Dobermano, qa diti për strategun, Pignol koloneli, 10 vjet, avioni karteli. Në Shqipëri nuk ke nevojë ti të bësh armiq. Thjesht thuaj të vërtetën. Dhe i ke të gjithë armiq. Kur të thu të vërtetën i ki gjithë armiq. Unë po them të vërtetë që ti ke qenë zhulaq. Ai është armik tani. Ai nuk thot por, ke drejt. Kështu kam qenë. Se kështu ke qenë dhe ti, do më thot. Dhe i them edhe unë po, kështu kam qenë dhe unë. Po jo vetëm mu dhe ky s'pas ka qenë. Unë them kam qenë. Po ky s'thot s'kam qenë. Kupton? Unë them e bona. Është një shprehje e famshme. E bona pra. E bona pra kështu ka ndodhur, vlla. Sot kam syze, dje s'kisha. Po sot kam blind, dje se kisha. Është shumë e thjeshtë. Kështu që kjo është e veçanta, që unë jam gango si në intervistë, si te burgu, si te klabi, si te lokali, kudo që shkel jam gango në karakter, gango. Njerëzit e marrin gango se nxorri thikën e vrau e koburën. Jo, gango është ky që të respektot ty, që të përqafot ty, që t'jep energji të mirë, që respektoj atë atje te banjo. Kam marrë muzikë nga YouTube-i. Tekstin e kam shkruajt vet. Producenti ka qenë dashamirës. Dhe duhet ta falenderoj. Një nga producentat është Gjenti, është një djalë që e njohin kush merret me muzikë. Dhe ka pas studio. Dhe Gjenti është ky djali që ndoshta se kam përmend kur, po kur s'ja kam harruar. Mund të kem bërë tek ai diku te 15 muzika. Dhe kur nuk më ka dhënë për shtypjen që unë duhet t'i jepja lek atij. Po t'i thosha që do t'jap, edhe po t'i jepja lek 100 euro, 200 euro, jo më shumë, se s'kisha, se edhe po doja. Por, kur nuk më ka vënë ato pozicion që unë të mendoja që ky do lek. E ka bërë me pasion dhe e kishte me qef punote, me mu se më shikote që isha një njeri që kisha pasion muzikën. Atit nuk i bijam qaf, që t'i thosha mjep t'i bit mu. Në rregull. As nuk i bijam qaf dhe pse më thoshte duro se do ta bëj master, do të pres gabimet, e di fjalët ku i ke sipër që ke bër gabime. Thosha o vlla, unë me timin i thosha faleminderit kaq 2 orë sa ndetëm këtu rekordëm. A ka mundësi të ma japësh kështu? Jo, po prit mas, po jo më vlla faleminderit. Sa i kur të bënte masterin e do të donte edhe 2 ditë. Dhe unë automatikisht e shoh borxhli tek ai. Unë dhe kështu jam borxhli, Dhe kështu jam borxhli tek ai. Por gjys borxhli. Sepse ai e kupton që unë kam pasion dhe nuk po i kërkoj atij tun diçka pse ma bëre kështu, pse ma bëre ashtu. Kështu që nuk kërkoj kur nuk kam ç'a jap. Kur jap, normal që kërkoj direkt. Direkt kërkoj i pari, them ma jep se unë do ta jap. A nesër, a pas nesër, a mas një viti, po do ta jap. Po kur s'kam, për ta kthy kur nuk ta kërkoj. Dhe sot që jam këtu,
është bashkëpunimi i parë me çunat. Unë jam te industri pa bashkëpunim. Në rregull. Dhe duke qenë pa bashkëpunim, vim prapë tek ajo pjesa radikal, ekstremist, e ka majt ashtu siç du unë. Dhe sot erdhem tek ajo që unë doja, du videoklip, i bëj me gjërat e mia. Du muzikë, i bëj me gjërat e mia. Du producentin më të mirë, i bëj me gjërat e mia. Erdhi koha tani të zgjedh më të mirën. Ndryshimi ishte të thash mosha, pasuria dhe intelekti. Kështu që tani jam në maksimumin tim, po themi, dhe kam shumë që jap nga vetja, kështu që thjesht presim në të ardhmen. Kango Kosovë, Kango Prishtinë, Kango Tiranë, ku është radio Dotona, Klevjo, shumë faleminderit, kënaqësisë, po du me të marrë edhe ma shumë kohë se kime knu sonte, na ke bu një show pak ma herët, tash edhe një kime bu për krejt ata që kanë me ardhë, kamerën e ki direkt për krejt ata që kanë me ardhë me të ngu sonte, edhe fansa që pra për cilën, çka po do më thonë? Ndjem bërgjli ndaj publikut që më do, ndjem bërgjli se në shumë vende, në shumë raste, më kanë mbrojt, dhe i kam mbet hatri shokut ose familjarit pse po mbroj Klevjon. Dhe ai që më ka mbrojt me drejt. A kam pas gabime, normal që kam pas gabime. A kam faje, normal që kam faje. Por ai që më ka kuptu mu, e ka kthy thikën nga vetja. Nuk e kam bajt thikën vetëm drejt. Kështu që du t'i falenderoj dhe gjithmonë do jem mirënjohës për njerëzit që më kanë përkrah dhe më përkrahin, gjithmonë do jem, se nuk është një përkrahje thjesht e një artisti si të gjithë tjerët. Po ta kuptosh përkrahjen time, shumë e thellë se të tjerët. Përkrahja ime është se unë sytë e njerëzve jam dhe gjyna, jam dhe gango, jam dhe trim, jam dhe budall, jam dhe psikopat. Që do të thotë, dikush më shikon si psikopat, dikush më shikon si gjyna, dikush më shikon si gango, dikush më shikon si artist, dikush më shikon si poet, dikush më shikon si kavalier. Po të gjitha këto, në fund ditës është një Klevjo. Në rregull. Dhe po do të kapësh negativitet e mu, kap, nuk është se s'kap, se unë du vetë ta jap. A do të kapësh pozitivitet, ka më shumë se sa negativ. Kështu që unë kam ditë me gjithë gangot e Shqipërisë e të botës dhe normal që janë të këqij. Normal që janë të këqij, se janë kriminela. Por unë nuk e kam pa me atë sens. Unë kam thënë ky është kriminal, po ky të vret. Po unë do marrë më të mirën e këtij përveç krimit. Qa do marrë zjuarsin, do marrë strategjin, do marrë komunikimin, do marrë mënyrën se si ai e koncepton kur diskuton me një tjetër. Do mësoj intrigën, do mësoj të gjitha poshtërsit, a do t'i vej zbatim vetë, as do t'i vej shpun tjetër, po e rëndësishme është ta mësoj. Dhe kam mësu vrasjen, kam mësu intrigën, kam mësu të mirën, kam mësu komunikimin, dhe unë këto të këqijat i kam lënë veç. Dhe kam marrë më të mirën nga i gangster. Kështu që dhe mu, këta fëmijët e sotëm që na shikojnë mua këto artist si puna ime dhe frymëzohen nga ne, unë du të them që mos shiko atë Klevjon që shatë TikToku, po shiko atë Klevjon që vjen mas 6 viteve burg dhe mundohet t'i hapi luftë një Shqipërie. Shikoj atë Klevjon që futet prap burg, del prap nga burgu, prap me sakrifica mundohet t'ja arri arratiset, shkon Dubai për një jetë më të mirë, kthehet nga Dubai, bën prap burg me sakrifica dhe del prap dhe arrin majat e suksesit, duke rujt miqët gjithmonë. Klevjon nuk ka humba si shok. Nuk kam shah si shok. Klevjon e kanë shah. Dhe Klevjon ka ngel. Ndoshta dukem atje se kam shah, po, unë shaj, unë jam po opinion. Si shdela i të klanit e Top Channel dhe jo po opinion për një kriminel apo për një artist, unë jam po opinion të TikToku im. Ndoshta jam më vulgar, po thjesht është opinion. Okej, tu i bukur që kërkujnave që tu jap opinionin tënd. Kështu që mos shiko atë opinionin e keq, po ti shiko dhe këto të mirat. Shiko dhe se si unë jam ai njeriu muzik, nuk kam as i bashkëpunim, po e pe atë vajzën. Unë e kam bërë atë vajzën. Ajo vajza është një vajzë që ka pasion muzikën, është rrit që fëmijë në për koncerte ku e di unë, por kur u rrit dhe unë e shikoj që kjo ka talent dhe unë i them do vish ti, nuk do vi një këngëtare me emër.
Kështu që kam marrë një fëmijë 9 vjeçare, kam fut bashkëpunim. Unë jam ai gango që marr njerëz të panjoft muzikë. Pyeti këta artistat e rinj, në bashkëpunime ti di shumë mirë se ti jenë këtë industri. Artistat e rinj me çdo që ka bërë bashkëpunim, domethënë një artist i vjetër me një artist të ri, i ka marrë lekët e babit këtij. Në rregull. Dhe kësaj gocës i marrin lek ku do në për studio që vetë edhe unë i them pse jep lek ti? Pse duhet ta kërkosh ti famën me lek? Pse duhet ta blesh ti me lek muzikën? Kur ti shumë bukur mund ta bësh si puna ime. Merren në YouTube. A të pëlqen muzika, po merren në YouTube bëj për pasion. A do të fitosh ti nga kjo muzikë? Pse është e drejtë, se ti s'do fitosh me një muzikë të parë. Ti duhet punosh të bësh 40 muzika, publiku të njohë, të ambientohet, të dojë dhe mas 40 muzikave të hajde në koncert. Ti nuk mund të bësh me një muzikë dalësh direkt. Kështu që do t'i them, unë jam ai gango që ja dola. Dhe kur them ja dola, nuk them se kush e di ç'a ja dola, po jam gjallë o vlla. Dhe gjitha këto sukseset nga mrapa. Se kush është sukses? Atë ngelet për ta kuptu publiku dhe për ta vlerësu publiku se ç'a janë sukseset e gangos. Se unë nuk mund të them sukses që para 2 ditëve shit zonë. Nuk mund ta them unë, duhet ta thoj publiku. Nuk mund ta them unë sukses që nxjerr një muzikë në YouTube dhe për 3 ditë më kap 1 milion. Kurse ky më i madhi, aku e di unë, nga xhelozia apo nga diskriminimi që po i ndodh po ble views-at sy për sy. Sy për sy po i blen view. Kështu që a janë këto suksese për mu? Për mu po. Thjesht po i vras me suksese. A janë për publikun suksese? Kjo ngelet për të publiku opinion. Kështu që love you people edhe dëgjojeni. Faleminderit zot. Shihemi.